Jemi tani drejt për së drejti për të vazhduar një tjetër bisedë me doktor Izet Sadikun. Unë jam mësumi thonë me doktor, është doktor, për njëkohësisht edhe me drejtorin për shëndetësinë në komunën e Prishtinës. Tema kryesore që sot do ta flasim është dezinsektimi. Mickojat i kemi ashtu si që thojnë popull si thina u kam bë, edhe para 2 ditëve i dëgjoj edhe disa njerëz thonë kur bre po fillon dezinsektimi. E në fakt faza e parë e dezinsektimit ka fillu. Mirë se erdhe dok. Mirë se gjeta, përshëndetje për shikuesit e televizionit të tij. Faleminderit shumë. Këto ditëve që filloi faza e parë e dezinsektimit, më duket që keni mjaft punë në këtë aspekt. Po, realisht domethënë vera gati është një pjesë e madhe e stafit tonë është angazhuar me procesin e dezinsektimit, qëllimi i cilit është domethënë mbrojtja e rrugës publike të qytetarëve. Përmes këtij procesi ne tentojmë me eliminu insektet të cilat bën bardhë sëmundjeve, shkaktarë të sëmundjeve ngjitëse dhe realisht ndoshta me eliminu kompletisht, por me prum në nivel të kufirit epidemiologjik me qëllim që me pengu bardhjen e sëmundjeve të ndryshme infektive cilat mund të jenë bardhse insektet dhe ne besoj që për këtë periudhë domethënë 4 vjeçare sa jam drejtor kemi arritur me sukses, nuk kemi pas ndonjë epidemi gjatë verës. Ky është një proces domethënë i cili zgjat 6 faza, spaku 6 faza dhe përfshin gjitha lagjet e qytetit. Është koha e dur kjo apo janë standarde si vendosur kur fillon? Zakonisht domethënë po. Vera ka filluar pak më herët, domethënë zakonisht domethënë po. Zakonisht domethënë është fillon javën e parë sipas propozimit të grupit ekspertëve që është ne, javën e parë diku 10 ditë e para të qershorit, pjesën e parë të qershorit fillon, por ka pas periudha domethënë para 2 vite gati në fund të qershorit kemi filluar se një faktor i cili determinon kohën kur do të fillu janë edhe kushtet meteorologjike. Dhe realisht rreshjet e mëdha janë pengusur domethënë për arsye se tash po do të më mësu domethënë për këtë çështje, domethënë një insekt është në gjendje me prodhu 300 deri 400 larva, domethënë që në kupton krijon 400 insekte të reja prej tyre dhe nëse ka lagështi të madhe, atë janë parakushte shumë mëdha për me kriju insekte të reja. Nëse ju keni shumë 2-3 ditë faktikisht në momentin tyne. 2-3 ditë keni për shembull keni temperatura nxehtë, ditë të bie shi, sigurisht ajo situata që keni kriju brenda 2 ditë ka po dëm edhe ju ka rrit numri prapë insekte dhe ka më qenë më vështirë me realizuar si projekt. Si vjen domon kanë qenë kushtet e përshtatshme meteorologjike, ne kemi pas majnë që ka qenë i ftohtë dhe me temperatura të ulta dhe me shi, vazhdimisht dhe pastaj qershori, fillimi i qershorit ka qenë gjithmonë i nxehtë dhe ne e kemi filluar domon para 2 ditë, është dita e tretë sot dhe për vikendin. Lagja Dardaniave që është bërë dezinsektimi. Po, është dita e parë ka qenë lagja Dardania, përfshin në shumicë e fshatra domon të kryqëzimit dhe plot lagje të reja, të cilat realisht nuk kanë qenë para disa kohë në Prishtinë. Këtu desha pak ndalem që Prishtina po zgjerohet, po rritet. A janë edhe kapacitetet më të mëdha dhe të përbërësve të preparateve të cilat duhet me i porosit në mënyrë që me u përfshi të gjitha zonat, sepse ndonjëherë dikush edhe nuk e sheh që po ndodh dezinsektimi, ndonjëherë dëgjojmë edhe ndonjë ankesë që te nas po vimbre me bë dezinsektim. Ajo çka është e mirë, domethënë është që kompania që realizon është autoveturat, i ka 7 autovetura janë të pajisur me GPS. Që të regjistrojnë këtë rrugën nga shkon. Dhe nëse ju keni për shembull që ka ndodhur qytetar që ka qenë vonë se kanë 1:10 që ka qenë lagje dhe ankos thotë s'ka qenë. Ne më njëherë lypim te kompania falni që rruga keni qenë pranë po, na qenë me fotografi, për shembull që ka qenë dëshmor që në orë 10 e 15 ka qenë autovetura atje. Sigurisht pastaj kemi disa lagje që janë pak më problematike, sidomos lagjet që janë te rruga Maran Feza që ka qenë ujë ajo një prusk atje që është domosdoshmë me ujë, ajo gjithmonë ka qenë ka pas parakushte për me pas insekte ma shumë dhe ne her pas herë është dashur me intervenu dhe me përsëriti domethënë dezinsektimin. Do të thonë edhe më shpesh se sa ato gjatë fazat e parapame. Pastaj për shembull mes faza kemi shkuar një ditë veç gjatë lagjes një herë. Pastaj domethënë procesi fillon 2 ditë e para qitet larviciti. Po. Cilat domethënë qitet nga për këto pusetat, nga për bodrume, sa ato janë hapësirat përshtatshme për zhvillim të insekteve, për krijem të insekteve dhe pastaj domethënë në mbrëmje fillon procesi i dezinsektimit. Në të gjitha hyrjet, në të gjitha ndërtesat po flasim në vende që janë më të populluara. Ku ka ujë, fati, në për bodrume ku ka ujë, edhe në këto moçale, sidomos në këto pjesë periferike ku po ndërtohet ashtë, ka plot vende ne kemi vërejtë asaj periudhë që ka plot ndërtues, cilët e lënë një pjesë të hapësira që janë ashtu të gërmuar dhe mbeti pastaj si
grumbullot ujit, dhe aty kur bjen shira, të rejshë atmosferike rritin sasin e ujit, ajo është një farë vendi potencial për për zhvillimin e insekteve. Prandaj, si proces do i tillë kryet, por ne kemi dikon 12 persona deri 15 që janë mbikëqyrje të procesit, dhe cilët qëllimi i tyre është me bashkëpunu sa më shumë me qytetarë, me marrë informata, me dhënë sharrime, se ka njerë thash ka dhe sharrime kur ata ankohen ndoshta 5 ditë sakt, po kur ja çojmë informatën sakt që ka qenë lagjen e juve, atëherë do të ndalen këto ankesa që kanë qytetarët. Po megjithatë duhet me pas bashkëpunim, shohim lagje të cilat janë të mbi ngarkume me shumë automjete, ku shpeshherë duhet me liru rrugën, me kriju komoditet. Me hy veturat tona që ka pas lagje. Ka probleme në përgjithësi gjatë kësaj faze përgatitore ne i bëjmë disa për shembull, ne kemi çuar informate kryetarët e pasierë lokale me orarin e tyre dhe kemi njoftuar domosht që ekipet tona vinë secilën ditë kur vinë, që ata domosht një pjesë e tyre është më aktive dhe ata pastaj lagjen e tyre bashkëpunojnë. Pastaj me shoqatën empletare i kemi njoftuar ata se kjo është temë vete ku ata ankohen çdo herë. Po, edhe ka rrezik se insekti domosht fatisht insekticidi i dëmton bletet, ndërsa ne nuk jemi të interesuar me shkatruar të ekonomi të vogla, domosht që janë një numër kaq i madh në Prishtinë, domosht që është i bletarëve, me i rujt ata, kjo bëhet qoftë ato i mbyllë më herët çfarë di që është dezinfektimin atë lagje me mbyllë më herët bletën, ose nëse është një pjesë periferike, marrëveshje nëse janë vetëm 2-3 shtëpi aty, marrëveshje edhe me koshit, me fëmijët aty, nuk hyn atë rrugë hiç, me qëllim që mos më ardhej te dëmtimi se ai ka një herë domon ai duket procesi i vogël, por për një familje mund të jetë domon shumë e dëmshme nëse ne shkatrojmë çat ekonomi me cilën jeton dhe fatvarësisht ne nuk kemi pas asnjë ankesë tillë këtu. Gjeni kompromis, punë fundit sidomos më duket ti veç është zgjidh ky problem sepse fillimisht kemi parë që reagimit kanë qenë pak më të mëdha vite më parë. Tash na po takohemi me ta po bisedojmë, thash që kemi 15 njerëz që janë të angazhuar për drejtorisë mbrëmje dhe ata edhe gjatë ditës janë në dispozicion që kur i thrasin dikush me komunikuar me njerëz, me bisedu me ta me zgjidhje problemi. Para aty se realisht qëllimi i këtij projekti si plot tjera është që me qenë sa më do bëshim përshtatët e kryeqytetit. Prandaj kjo është arsyeja pse ne po angazhojmë njerëz më shumë që me diskutuar me njerëz, me marrë sugjerimet e tyre, nëse kanë vërejtje të paqëndrueshme, me njoftu, me argumentu që s'janë qëndrueshme. Cilat janë vërejtjet më të mëdha? Ka pas raste kur vërejtjet e tyre kanë qenë me vend dhe keni ndryshuar? Po, ka pas shumica janë domosht që s'ka qenë të në lagje, që janë të paqëndrueshme, si një kontenator, si një orkur, edhe kur i thu, cilën rrugë ban çepër kemi qenë para 3 ditë për shembull, ato as vjet se kon shembull. Ato që janë më të arsyeshme janë këto lagje që përmenda për shembull te rruga Marën Feza, pastaj këto lagje të Mshirit ka, shumë domosht ato janë se ka shumë insekte aty dhe ka ato lumenjet e vegjël që janë aty, domosht ka edhe mbeturina dhe mundësia për me pas insekte më shumë është më e madhe dhe ata ankesat kur i kanë ne thash kemi ndodhur që kemi dërguar një herë me forcu procesin me qëllim që sa më shumë domosht me pas ajri domosht të mirë edhe mos me pas insekte që e dëmtojnë shëndetin e njerëzve. A është mjaftueshëm këto 6 faza dhe këto preparate të cilat ju i hedhni në për pjesë ndryshme? Që domosht tash realisht domosht është një proces domosht është një proces goxha i ndihshëm. Para që se du me pas kujdes edhe mes me dëmtu florën edhe faunën dhe me pas kujdes, po do mësë me bëha dëmtimin. Unë tash këmë dëgju që disa shtete kanë fillu, edhe Shqipëria, me që ka përshë Maqedonia, kanë fillu dhe me drona me bëha insektimin. Dhe më ndështë ta du me minutarë edhe ne me bëha do mënë se o proces maj letë i realizushëm, se mund e bëni edhe në 3 natës, kur s'ka fare. Shumë i përshtatshëm dhe ndoshta më efektiv. Po, ne e bëjmë për shembull tash procesin e bëjmë diku mas orës 8 fillojmë vazhdimisht, edhe këto lagje që janë në qytet brenda mundohemi që me thon mas orës 9-10 me shku kur njerëzit fillojnë me ra, me fjet, për shkak se janë shumë prezente. Mos qenë jashtë edhe drejtarët domosdoshmë mos më mbajt hapun se kanjëherë mjeti insekticid mund të shkaktojë një iritim ose të kurrës ose të mukozave, ose të pengesa nëse ka probleme të rrugëve frymëmarrës. Ky astma e këto bronhite të obstruktive. Prandaj për sfardit e kjo, domethënë i përshtat njoftojmë qytetarët dhe realisht domethënë fatbarësisht na përkundër këtyre vrejtjeve nganjëherë, por nuk kemi asnjë ankesë të veçantë, për shembull ndaj problem shëndetësor që kanë ndodhur prej insekticidit, por edhe këto probleme tjera domethënë thash janë shpesh ankesa janë më shumë, kështu që unë se kam pa pse si një arte ju, por në përgjithësi domethënë ky komunikimi ynë spokun ka ndodhur domethënë periudha që takoj komunitet të përgjigj njerëzve në rrjetet sociale, domethënë edhe kur ti je qasshëm ata e shohin që nuk kine që mundesh me gabuti diçka, po se kimë qëllim të gabuam edhe permision varësi sipas me arte ju, sipas kanë ardhur këtu ekipe shkojnë atje dhe realisht je mundu edhe me
çështje tjera, por sidomos me dezinfektimin. Me punën e ekipeve që e bëjnë, sepse edhe ashtu duhet me qenë goxha profesional. Sasia sa me uçit. Dëgjoj tash ne kemi domon ata jemi mundu në fakt domon për me mat sasinë që dy të jena kemi marrë, sasi por në Kosovë fatkeqësisht nuk ka institucione që bën matjen e koncentrimit të mjetit dezinfektues. A dallon kjo nga shteti në shtet? Jo, standardi është standard, por pastaj ti mundesh me marrë një sasi edhe me kqyr se po tretja e ujit 98% dhe insekticidi 2%. Tha, njëri se po dërgoj tash si Barcelona ka vëzhgita kompania që njëri në thënë, hisë një të qitë 50 me 50%, tha që jo mi bo 50 me 50%. Po thamë vequj po qesi, se mickojat në tranun. Tha, ajma o ankoj edhe ke 50 me 50%, tha që jo mi bo 50 me 50%, tha i mytë edhe njerëzit se lihe, ajo 2% bëhet veç, që aty tha ke, nuk është veç, nuk ka koncentrim të insekticidit se 50 me 50 për bëni, tha ajo fajtisht bëhet 2 me 98%, uj 98%, por realisht po thëmë do niveli insekteve është i qëndrushëm, ne mundu kemi marrë disa herë mostra, por fatkeqësisht në Kosovë kemi pyetën e studin veteranisë, kur kush nuk e bën përcaktimin sa është, nuk e di. Pse Kosova nuk e bën? Çka mungon atë, çka apo nuk e di të banë pse nuk e bën, domon kemi institut, por nuk ka asnjë, bile kam bizuar një herë domon edhe me kompaninë Trefarm, ata më kanë treguar se kanë disa aparatura, por nuk janë licencuar për çfarë çështje, edhe ata thanë na mujmë me marr, po nuk guxojmë të shufër të tim. Se si më licencuar për çfarë çështje, edhe atëherë domon e lam, por me rëndësi jemi mundu domon që me përket me rrit numrin e ekipeve që përcjellin, domon që përcjellin edhe realisht kompania që është mos gabosha do të jetë vazhdimisht një kompani e njëjtë është. Nga merret, ka rol kjo nga cili shtet? Jo, ata pajisjet e blejnë domon varësisht për cili vend ka, po do të qenë domon kriteret që është licencuar domon materiali dhe kur konkurrojnë ata do me qit dokumentacionin. Ka rol edhe këtu do të thënë lloj cilësia, sepse nga një shtet tjetër mund të jetë më jo cilësor ky preparat. Nuk po besoj ashtu, nëse është licencuar shumë me licencën për me operu në Bashkimin Evropian nuk do duhet me qenë domon. Se thojmë që në Kosovë zakonisht materialet më të këqija, s'po flas vetëm për këtë. Po, jo, zakonisht domon që ne kemi shpesh më të këqija në vend. Ne kemi domon shpesh pesimizëm, jam kështu kur pyetemi për optimizëm, jam optimist, por kur flasim pastaj për jetë të përditshme, po bim shumë shpejt për nuk jem për çështje afatgjate jem optimist, ndërsa për çështje ditore jem goxha pesimist. Jo, kjo s'po bëhet pra që kanë herë kur flasim për zhvillimin këtu që janë. S'po bëhet kur gjë. Thuhet shembull kur e pyet kur s'po bëhet. Kur vin njerëzit që kanë qenë 10 vite në Kosovë, çfarë ndryshimi pas ka vënë, se realisht ndoshta pritjet janë më të mëdha kanë herë edhe na kemi pasur sidomos atë fazën vitin 90 që s'ka jetë kur gjë, domethënë tash ka mbet një farë gepi aty, një farë domethënë sprasire që mendojmë shumë shpejt me realizuar mirë, po besoj që edhe këto çështje domethënë ai të realizuar sikur që bojnë edhe vendet e tjera. Mirë, do të vazhdohet më pas me fazat pasaportësh. Zakonisht domethënë dallimin mes një fazës parë dhe dytën është 7 deri 7 ditë, po jo dhe ma gjatë se 14 ditë, dhe zakonisht domethënë kthyen dhe kushte meteorologjike, domethënë nëse për nuk ka rreshje më shumë, nëse ka rreshje më shumë do mund shtyhet, nëse s'ka rreshje mund fillohet domethënë më herët, thash kjo kushte çfarë janë tash domethënë të ditëve me diell janë më të përshtatshme domethënë për arsye se nuk janë kushte për zhvillim të insekteve, se ato dojnë shumë lagështim për më zhvillu dhe realisht domethënë janë faktor koqaj rëndësishëm dhe realisht është e mirë që na përkundër këtyre problemeve që patëm me mbeturina, domethënë nuk patëm. Po deshta që të ndalëm, e kemi pasë matë ndotën, domethënë ambientet. Po fatbarësisht nuk patëm, jo nuk reflektohet, nuk kemi pasë, ajo reflektohet me smundje, të cilat i smundim shef, që do të vinë qytetarët me smundje, me helmime, që mund të rritën tash atë kësaj periudhe, fatbarësisht nuk patëm, por domethënë tash besoj mas fillimit të procesit domethënë nuk do të ketë ndaj rrezikshmëri për shkak se domethënë procesin e pengon si domethënë zhvillimin e insekteve. Po, shohim ndonjëherë dhe pronar të bizneseve, të restoranteve të ndryshme, të cilët kam dëgjuar që thonë e kemi bërë dhe ne atë dezinsektimin në mënyra vetanake, kur shohin që ka më shumë ata po. A lidhet kjo a bën që dezinsektimin, tash duke di dezinsektimin domethënë hapësinor mund me bë këto lokale që janë në qytet, s'po besoj, po këto që janë periferike të Villa Germinja të janë këto vendet po, pse ne edhe atë pjesë e bëjmë ne domethënë. Tash nuk e di. Por nëse ato e bëjnë ekstra nuk është diçka që bëjnë dëm, po besoj që ja nuk është kur gjë dëmshme.
Do me thënë dhe nëse bët pak më shpesh, ajo nuk është që dëmton diçka. Se është në hapësirë e vogël, këtu do më shumë do dëmtohet, shembull përsëritja e shpesh mund të jetë vetëm nëse atakohen njerëzit vazhdimisht me mjet dezinfektues, atëherë mirë po unë pak në fakt për dezinfektim më pak kam dëgjuar domon që bojnë deratizim bojnë më shumë, për shkak deratizim për minje për këtu, po domon ndërsa për këtu domon më pak bojnë për dezinfektim. Ju si drejtoria e shëndetësisë me që e përmendë deratizimin, bëhet deratizimi sepse po e vrejmë ndoshta temperaturat e larta që metja nuk dy faza ne e bojmë, është faza pranverore dhe faza domon vjeshtore, dhe qëllimi është na dezinfektojmë këtë bodrumet e banesave dhe kanalizimin që është, por ka është e vërtetë që ka minj domon më shumë brec, por një për arsye pse ka brec unë besoj që është sidomos se ka shumë ndërtim kjo pjesa e Prishtinës së Re, që është ka ndërtime të mëdha dhe aty ka lëvizje tokës. Kur ka lëvizje tokës me dalin, domethënë lëvizjen nuk rrin brenda, domethënë edhe keni pa edhe thuhet kur ka termete, mit janë paralelisht pa se dalin të parë ikun domethënë nin. Ato kështu që ato ndërtime të mëdha besoj që kanë ndikuar që një pjesë e brezë me dalën me pas, por që ne nuk mundim shumë na për fusha, na për pellë ku ka me ndjek me bë dezinfektimin me po pas po shohim që edhe sistemet e kanalizimeve ujrave të zeza nuk janë mirë në këto ndërtimet e reja posaçërisht që edhe ajo është një faktor plus për shfaqjen më të madhe të këtyre brezëve. Thashtu unë s'po mund me konstatu që është gjendja e kanalizimit, po ajo çka mund që është fakt është që Prishtina përqendrohet me hapa shumë mëdha. Domethënë kemi vetëm Prishtinë e Re çfarë ndërtime ka dhe kjo ka njerë po është e vështirë kemi përcjell me këtë kapacitet e tjera, këtë zhvillim ka shpejt. Infrastruktura përcjell se çalon, po çalon. Po domethënë kështu që po. Mu kujtu ndonë se kemi fol para disa ditësh në një tjetër bisedë, prezenca e gjarprenjve, po shfrytëzoj rastin ndoshta pak është bërë goxha alarmante që një numër i madh i gjarprenjve janë paraqit në vendin tonë, edhe në vende të tjera, por për Kosovën. Nuk na pas domethënë ankesa. Se zakonisht pjesa jo nuk e pas, shumë gërmia ka më shumë. Domethënë gërmia ka, po nuk kemi pas në rrugë, në rrjetet sociale, video të ndryshme të cilat janë bërë që pa shumë gjarprenj. Po nuk unë do të kam pas asnjë ankesë. Zakonisht te gërmia kemi pas vite të tjera që po ka. Domethënë si vjet nuk kemi pas asnjë ankesë të veçantë që më ndoshta. Nuk kanë dalë në sheher gjarprenj. Kanë dalë prej. Nuk kemi pa domethënë as në qytet. Në rrugë, në autostradë pash një ditë një video tjetër e cila po qarkullonte. Po janë ato gjallësa që duhet me pas kujdes domandaj. Çka tregojnë nëse veç këto shfaqen më shumë është proces sepse ka qenë një shqetësim nga ana e qytetarëve. Veç me pas kujdes domandaj nuk është që gjithmonë ka fshime gjarpe, domandaj ka çdo vit në si vjet klinikë kemi pas 2 raste ditë ashtë. Domandaj të hospitalizuar domandaj ka me domandaj manifestime ka të klinike që s'kan qenë Prishtinës, ka qenë qyteteve të tjera, por kemi vazhdimisht domandaj kemi kafshime gjarpe. Kafshime nga ana e gjarpit, kështu që kujdes i shtuar. Para se ta përfundojmë këtë bisedë, po du me fol pak edhe për disa punë të cilat janë kryer goxha mirë dhe keni marrë lavdrata. Kam dëgjuar që po pëlqehet, po vlerësohet, jo po pëlqehet nga ana e qytetarëve, puna të cilën po e bëni në drejtorinë e juaj. Objekte të reja, një riorganizim i qendrave të mjekësive familjare, një punë e cila në përgjithësi po vlerësohet. Faleminderit domon edhe për komentet tuaja domon pozitive dhe po realisht po domon më së pari po tregoj është një ulëm tim që ka bëu consulting para 2 viteve, domon cila e ka marrë njëra prej pyetjeve ka qenë matja kënaqshmërisht me shërbimet që ofron kryeqyteti dhe mas ujësisit ka qenë e dyta ka qenë shëndetësia familjare, shëndetësia familjare. Ne jemi mundu domon që gjatë kësaj periudhe sa un jam drejtor, domon që me avancuar shëndetësinë që ka qenë e mirë në Prishtinë, por besoj që i kemi avancuar. Ka pas nevojë për ne kemi bërë për shembull por nuk është shumë besoj me përmend, kemi rrit shumë shërbimin shtëpiak, që quhet kronik, tash do ta bëjmë edhe shërbim paliativ atë. Kur po bësh shërbimi paliativ sepse do man bash do të jetë pjesë e tina, na kemi pranuar staf se problemi kemi pas me stafin, përmes disa projekte kemi pranuar staf, ata shërbimi paliativ do të ketë përveç ekipit mjekësor, pjesë e ekipit do të jetë edhe psikologu dhe fizioterapeuti. Sa ata janë një pjesë e tyre që janë fazën terminale që një pjesë e tyre nuk del një kohë gjatë jashtë fare, s'ka komunikim dhe ata kanë nevojë kanë për psikolog dhe ka fizioterapeut, cilët domon ka nevojë për të për shkak se nuk kemi domon ata nuk lëvizin dhe ka nevojë për terapi fizikale. Mos më leju paraqit dekupituese dhe problemeve të tjera që mund më lajmëru. Dhe veç më përmend me statistika për shembull për shërbimin shtëpiak, para 3 vite kur më ardha shërbim ka punuar 50 javë skatetur, që 3 vite ai punon
12 orë nga 7 deri në 7 ditë javës, ose me thonë shkurt 365 ditë. E që kjo është një ndihmë shumë e madhe edhe për festë bajramit, edhe për Krishtlindje, edhe për vitëri, ata punojnë 12 orë. Asnjë ditë pushim nuk e ka ekipi shërbimit shtëpiak, domethënë që çdo qytetar i cili ka nevojë, qoftë për shkak të moshës ose për shkak të gjendjes shëndetësore, mund të më shkojnë në qendër familjare, ekipet tona shkojnë të vizitojnë dhe maksimumi shërbime që japin ditët 2-3 vitet e fundit. Dhe i keni definitivisht ekipet shumë të mira, po e them kënda përvoja. Po, 200 ekipe domethënë, falem, mbi 200 shërbime në ditët japin. Janë 4 ekipe në ditët, na po mendojmë tash me rrit edhe vikende me bë, është ka një ekip me bë 2 ekipe vikendeve dhe realisht me mbulusën ne kemi mungesë shërbime geriatrike. Edhe për shërbim paliative. Më na i sharupa këto për shikuesi çfarë janë këto shërbime. Po geriatrike janë për moshë të shtyra. Na kemi shumë persona që sot jetojnë vetë, janë 80 vjet, ata në infuzion shkojnë me marrë dimit e ka problem. Sa mund më rshit me thyrë. Kështu që me thirrë ekipin shkon ma leti bie shteti me shku mja çuni ekip, sa i më bë problem ortopedike me shku 3 muaj në spital me në ortopedi. Pastaj nuk kemi shërbime paliative. Na sot është rrit numri i smundjeve malinje, që gjithë në botë. Dhe tash çka vjen faza kur ti realisht ma nuk ke çka me bën si shkencë, përveç me majt një gjendje status quo, por shpejt nuk mundet pa marrë shërbime. Ne kemi për obligim, ka nevojë shumë që të merr shërbime. Ne kemi për obligim njeriu nuk mund ja zgjashtëm jetën, por ne mund ja bëjmë ditë shpirtit deri në minutën e fundit. Me vdek, sikur që vdes gjithë në botë, me shërbime mjekësore, me terapi, e jo me vdek njëri domethënë me gjendje shumë të mirë. Kur do ta filloj punën shërbimi paliativ? Kur do të jetë pjesë e shërbimit shtëpiak. Na vetëm do të tash besoj që në korrekt na veç kemi bë me plotësu ekipet dhe me fizioterapeut dhe psikolog klinik. Kemi rrit ekipin çfarë kemi. Po, me kita funksionon njerëzit domthon dia kena shpall rezultatet e një konkursi kemi pas, edhe s'di sa kanë dash drejt ata ligjore me prit për aplikim, jo kanë aplikuar ky konkurs, po tash për ankesa, se di se merret burime njerëzor, por më një herë do të vëllojmë, por ne po vëllojmë gradualisht me bazë shërbimit të psikologjisë klinike. Se unë mendoj se shëndeti mendor është një prej sfidë. Jo mendoj, po është e dokumentuar se gjithmonë mas Covid është rrit, edhe kjo plus kjo globalizmi që sot i kemi bërë 2-3 luftra të mund të ndodhin ditën ku, kështu që problemet besoj zhvillim problemet ekonomike, problemet të gjitha natyrave që janë shumë ngarkuar domethënë njerëzit dhe psikologjia klinike do të jetë shumë e domosdoshme, psikologu domethënë ku do të jetë psikologu klinik, keni parametra? Na domethënë jemi të menduar në fakt domethënë ky do të jetë si pilot projekt se me udhëzim administrativ na ende s'kem drejt. Pe vitash do të ketë drejt më punsu psikolog, po si vjet s'kem drejt, po na ta bëjmë si pilot projekt. Do të po mendojmë dy domethënë një është angazhon tash një veç fillon me një herë, një veç një aplikim ke, veç një psikolog. Veç një edhe pse që në dy vende dhe ne domethënë po mendojmë ose ndoshta do të vendosim në Mëshirë. Është ajo qendra mjekësore e renovuar që është aty, kemi hapësirë që më bëj shërbimi aty, është shërbimi shtëpiak kemi quajtur aty, shërbim kronik, më bëj edhe fizioterapeutë te ne kemi quajtur aty. Fizioterapia është aty si shërbim, kemi filluar, kështu që po krijojmë shërbime të reja. Pastaj përveç këtyre kemi filluar për herë të parë shërbimin për nënën fëmijën dhe vizita sistematike për gratë shtatson edhe nënën. Po çush po funksionon kjo sepse kemi diskutuar kemi botash edhe këtu do kemi rritur numrin e stafit, se kemi pas. Po ka interesim për këshillat. Po ka, domethënë kjo është rrit shumë, domethënë për shembull grasim ende nuk është ajo çka pretendojmë bë, 1500 vizita kanë qenë vite kaluar, por si vjet po mendoj me rrit ato vizita, sigurisht që do bëjmë një presion pozitiv se njerëzit po kanë hezitim edhe shpesh po më tregojnë stafi thonë s'kem kohë më ardha, më tregu bashkë s'ki kohë, e që janë angazhuar do me prit stafin. Sa ata përgatitin për çit pjesën e jetës çop për fëmijën, kujdes ndaj fëmijës së 6 anis, përgatitin shumë ale që mos sjell çka më bën dhe realisht ne po mendojmë domethënë me punsu edhe domethënë lokopelet. Domethënë që nëse këto ekipet tona gjejnë sidomos probleme që sot gati çdo 10 fëmijë ka probleme me komunikim, që më një herë me fillu trajtimin me lokoped. Jo me pritja 6 muaj ditë në vjet sa të është i votshëm, çose vonohet dhe realisht këto shërbime do të jenë treja që s'kan qenë më herët. Pastaj po fillojmë me renovimin gati gjitha qendrat e mjekësisë familjare janë renovuar. Ne përfundojmë tash qendrën e mjekësisë familjare stomatologjin poliklinike që është poliklinika stomatologjike dhe shërbimi stomatologjik. Nivel sekondar është e para nivel të Kosovës, domethënë dhe po përfundon renovimi, besoj që javën e ardhshme fillojmë
punët në objekt të renovuar, pastaj më njëherë do të fillojmë renovimi i qendrës mjekësisë familjare në Bregdili, që një qendër shumë e madhe, edhe aty po mendojmë, kemi bizuar me stafin që më organizoj punën, mos u mbyll këtë objekti, një pjesë me punu, një pjesë me renovu, që është lagje shumë e madhe, ka shumë nevoja. Pastaj domethënë i kemi rrit shërbimin në fshatër, për shembull në Bardhosh ka punu vetëm një ekip tetor, ne kemi bërë 12 orë shërbimin, s'ka pas laborator, kemi bërë laborator, shumica qendrës mjekësisë familjare tash kanë laboratorët. Në 4 qendra kemi filluar me bërë hormon të gjendës tiroide çdo ditë, është po veç një herë në javë në ÇKMF dhe HBANIC-ja që është ajo analiza që bën tremujore për diabet, për sheqer. Një çështje që më kujtu që e dëgjojmë shpeshherë si ankesë, çështja e administratës. Nduket që ende nuk ka një zgjidhje të mirë për administratën, përgjithësi po flas për qendrat e mjekësive familjare. Jo, administrata ka nevojë aty për ndryshime sepse merr shumë kohë, ka shumë procedura. Ajo është problemi i digitalizimit. Digitalizimi gjithashtu. Shumë nëse ti shtin dhonat, për shembull, ke kompjuterin aty një person i shtin dhonat. Tash ne për shembull kemi atë sistemin e SISH-it, i cili fatkeqësisht ende ka shumë birokraci, ende domethënë definitivisht ka shumë. Dëgjoj, aty sistemi SISH-it sot është bë, dhe çka bëhet? Faktikisht ai nuk funksionon mirë, edhe stafi ynë detyrohet me vazhdu me majt këtë protokolin fizik, po me bëhen edhe këto. Domethënë një punë e dytësh. A keni diskutuar sepse këto ankesa po besoj i keni marrë? Çfarë kemi diskutuar, po dëgjoj domethënë mas pari domethënë përveç apo ka disponim? Jo, SISH-it domethënë unë mendoj që faktikisht është zgjat shumë kjo puna e SISH-it me vite të tëra, 20 vjet, e dyta është edhe për më shumë problematike kjo çështje kur ju e keni një grup të rive në Kosovë që janë shumë të avancuar këtë fushë, e që japin shërbime për punojnë për plot shtete të tjera më të zhvilluara se Kosova, ndërsa na s'kemi shtuar ato kapacitete që mi bën një sistem të informimit shëndetësor, dhe sot kush do të shkoni në botë e fletni për menaxhim shëndetësor, flitet për digitalizim. Që për shembull telemjekësia, aplikimi i telemjekësisë në Prishtinë për mua do të ishte shumë ndihmues. Pse? Unë kam 8 fshatra në Prishtinë ku numri i vizitave ditore në 8 fshatra nuk kalon mbi 30 vizita. Që vjen është norma e një mjekut. A mund në ato 8 fshatra do të më qu 5-6 mjek. Do më 3-4 fshatra prapë mjek si ba mjek, edhe këta 5 fshatra tjera i morën 5 mjek me ka 3-4 vizita. Nësa në Prishtinë më garkohet mjeku si jo 3 vizita, por ka 50 vizita. Edhe me telemjekësi, domethënë unë kisha mujt përmes ekipeve atje me bot qendrat, tash është bot domethënë mundesh me vendos aparatura atje, teknikun për shembull një fshat i marrëm Koliç, edhe mjeku në Prishtinë ÇKMF e bën vizitën pe këtu. S'ka nevojë me shkon më janë në herë si Çev, herë në Koliç, herë atje, po e bën këtu edhe një mjek ty këtu këtë vizita në 8 fshatra. Dhe 4 mjek tjerë që sot i çojnë. Me një orar, me një orë të punës, me një tetor shpo. Dhe 4 mjek tjerë që ti sot i çon për të fshatra, i kishe vendosur në Ardani ose në Xhamali Bish. Pse s'po e bëni? Pse nuk lejohet domethënë telemjekësia me ligjin, shumë që kujdesin parsorë shëndetësor nuk është e lejuar telemjekësia. Ndryshohet kjo? Pse? Na kemi bërë përpjekje në fakt, domethënë kemi bërë përpjekje vazhdimisht, bile ka qenë një pilot projekt na që është bën një projekt që është bën një projekt që është bën domethënë me AQH-n, domethënë në Lipjan, edhe mas disa muaj është ndërprej projekti se me çfarë arsye? Se s'mundet, nuk është lejuar me ligj me pa dhe ka mbetë domethënë nuk ka. Pa ndonjë përgjigje tjetër. Mirë, sidoqoftë ka nevojë që të punojmë edhe më shumë, por edhe ti shohim ato rezultate të punës, sepse ndonjëherë, siç e tham, jemi të primë për me pas shumë ankesa. Mos harrojmë edhe një çështje tjetër që nëse shohim në Evropë ku çdo herë kemi marrë që në shtetet e jashtme është kështu, liberalizimi i vizave ka bërë që të tregoj shumë çka për disa njerëz të cilët për herë parë ndoshta kanë vizituar atje dhe shërbimet shëndetësore dhe kanë parë që duhet me prit. Do të ka rregull, ka sistem dhe mjekun specialisti nuk mundesh me taku siç e takon në Prishtinë, në Kosovë, kur ti don, po duhesh me prit, ka rregulla. Kështu që jemi pak më optimist, por punojmë pak më shumë. Unë besoj domethënë që punëtorët shëndetësor domethënë janë kategori njerëz të cilat në fillim të karrierës vet ata përcaktuan që kanë pas punë më të ngarkuar se të tjerët. Se puna me pacient, domethënë ose rezultati i punës tuaj është njeriu, nuk është ndërtimi ose sigurisht kategori të tjera. Por do duhet me pas edhe qytetarë të besueshmërinë se ju keni pa, për shembull gjatë pandemisë, kur ka qenë mas vështirë situata, plot njerëz kanë qenë të
mahnitur me ato që është menaxhu në Kosovë, edhe pse ata s'kan Me kapacitetet e vogla që që kemi kanë qenë. shumë atë kufizuar se vende tjera, kemi prandaj edhe në Prishtinë, unë mendoj që po i falenderoj punëtorët shëndetësor që janë të bënë një angazhim maksimal me thënë drejtën se shpesh ndodhet që ata shkojnë mëngjes punën nuk e dinë ku punojnë, se shkon Dardani është të punuar dhe duhet më thonë jo më shkon në Dardani, por shkon se është një mjek në pushim, shkon në Velani ose s'ka pas asnjë rezitim për këtë punë, po i falenderoj që janë shumë kapelluar, shumë bashkëpunues, i ndrojmë vendet, i thonë një mjek shkon një javë sa vendoso ato atje. Pra, kjo pjesa e zëvendësimeve që ndodhe. Kështu që realisht domosdoshmë mendoj që ne po mundohemi që me këto shërbime të reja me i bë me kriju një shëndetësi të cilën qytetarët janë të kënaqur me ato çka marrin nga çka presin nga mjekët, unë mendoj që gradualisht jem të bë atë gjë në Prishtinë dhe shpresojmë që të shkojmë edhe më tek mediat edhe gjithë për që po na bashkëpunojnë, domosdoshmë ne tash kemi sigurisht pajisje të reja mjekësore, kemi bë karrika të reja stomatologjike, kemi bërë 2 ultrazë të ri, domethënë po bën numri 7 ultrazërve, i cili nivel për herë parë nivel të Kosovës kemi filluar para 2 vjeteve që mjeku familjar bën ultrazërin. Jo radiologu, mjeku familjar. Kemi parë trajnimet që vazhdimsi janë bërë nga tash domethënë si vjet do të bëhen 2 qendra me ultrazona të re, kështu që në 7 qendra në Dhe kjo e lehtëson sidomos punën e ÇKUK-s duke mundsuar radiologjinë domethënë e shkarkon. Dok, faleminderit, suksese tutje. Urojmë që radhët tjera të flasin për sukseset e tjera. Ne filluam me mushkonja, do me thënë me dezinsektimin, por natyrisht që kur ka punë të mirë dhe bëhet shumë, nuk hezitojmë asnjëherë që t'i qesim në pa edhe ato të mirat të cilat i kemi. Po, faleminderit, po jo, edhe njoftim për këto shërbime është që shpesh qytetarët nuk i dinë që ekzistojnë këto shërbime dhe unë mendoj që po i ftoj qytetarët që me një promovim mjaft i mirë që me i marr këto shërbime që ekzistojnë kujdesin pasur. Faleminderit shumë.